Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut azza wa jalla, të falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, tek muslimanët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Këtu poshtë jemi duke folur rreth 40 haditheve të Neviut që kam mbledh, dhe kjo është dersi 103 me radhë dhe na jemi në hadithin e 42. Hadithin e 42 me radhë. Folëm diçka rreth këtij hadithi herën e kaluar. Hadithi ky që viki prej Enesit radhiyallahu anhu, Anas ibn Malik, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai tha se e kam dëgju pejgamberin alayhi salatu wasallam që tha, ka thënë Allahu azza wa jall, dhe tham këtij lloj hadithi thonë hadith ose rabbani ose ilahi ose qudsi. Po tha, thot Allah azza wa jall, ya ibn Adam, o biri Ademit, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fik. O biri i Ademit, o biri i Ademit, ose o të beta Ademit të i dërtuat të kejve. Nëse ti më lutësh mua dhe më kërkon falje, nëse më lutësh dhe kërkon falje dhe shpreson që unë ti falje, do t'i fali me krejt çka kin ti të shija. Krejt i fali. Wala ubali. Edhe nuk e kam det këtë çështje. Edhe unë e përktheva në gjuhën tonë pak, edhe nuk manin për të hiç. Dhe tham se Allahu në Kur'an ka thonë, la yus'alu amma yafal wa hum yus'alun. Allahu s'pytet, s'guxon kush me pyet pse çështo po ban. E të tjerët pyeten. Pastaj vazhdon fjala e Allahut këtë hadith ku si thot, ya ibn Adam, law balagha dhunubuka anan as-sama'. O biri Ademit, nëse mëkatet e tua, nëse gjunohet e tua arrin rat, vranësit, kulmin e qiellit, nëse ato arrin, thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ti fali kur të kërkoni edhe çka që mu të bëj, gjunohet e tua të shumta, krejt so shesyni, deri në rat. Apo deri në rat ose deri në qiell, për të thënë. Çka të shumë gjunohet e tua, të mëdha, po çka të shumë. Po kur të më kërkosh falje mu, ti fali dhe nuk manin për këtë çështje. Pra ti fali dhe s'manin, fali dhe s'guxo kush më thonë mu pse. Më janë më çortu dikush. Alayhim selam. Vazhdon hadithi, ya ibn Adam, o biri Ademit, innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'a la ataytuka bi qurabiha maghfira. O biri Ademit, nëse në ditën e gjykimit ti me vjen me gjunohë së toka, me vjen me gjunohë së toka, kuptimi është edhe nëse me vjen me gjunohë që motën me peshë të tokës krejt, ose me vjen me gjunohi hapsiren e ko hapsiren së ko hapsir toka, ose me vjen me gjunohe qaq so zen toka me ngarku krejt tokën, ndash merre si trumullak, ndash si të shtrirë që diskutohet çështja e tokës, o çish dush merre, sot zen toka krejt, me çka gjunohe mu mord, por ti shok musëm ke bon, por shirk nuk e bon, por zot tjetër po s'me s'ke adhuru, por idhujtar s'ke qenë, zot në të tjerë s'ke besu. Qysh dush tash që thore këtë fjalin që e tha pejgamberi në fund, ti fali ose ti fali tha dhe qaq s'me so ke ort ati gjunohe, qaq falje ki me gjetë e kun. Edhe me qaq falje ki me gjetë. Edhe nëse vjen me gjunohe së tuka, ki me gjetë falje së tuka. Falje së tuka. Ma heret që përmendi, edhe nëse ban gjunohe së është hapsira mes tukës dhe qiellit, por ti mu më kërko falje, ti falje dhe edhe s'guxo kush me më pyet mu. Kja pra pjesa e hadithit. Kana fut diçka thash për hadithin, e vazhdojmë me do pjesë të tjera. Normal, fundin e hadithit kur tha pejgamberi alayhis salam në hadith kutsi këtu, nëse nuk më ke bën shok,
ka kaq e rëndësishme mi shku Allahu ditën e gjykimit me besim të pastërt, me besim të plot. A përshë sa rëndësishme ka atë shumë sa që nëse ban gjënohë so zën tu ka krejt, ose me të peshen e tu kës krejt, nëse ke shku me besim të pastërt, shirk nuk i ke bon, Allahu me qash falje ki me gjetë Allahun azza wa jall. Me qash falje. E madhe, kjo të regon rëndësin me i shku Allahut me besim, por mës me i bo shok. E me bo vakia, me i bo diko shok Allahut azza wa jall. Shirk, ne i thuna, shirk i thot shëriati feja, idhujtari, shok Allahut, pa të baj ma përshesh që mu bo ma let për haqjien. Qysh, nëse me shkën di gjykimit, mo ti mën tjesh me ndën, si e fort budi mirë, por ke besu dy zotna. A më këto shirko hin krejt, kush mirë në këtë pike në fundë, se veç kjo pika fundit danë, gatë, më rreje, është më trajtu, për shembull, nuk i ke bon shirk, Allahot shok, Allahot i thëna në besimin në rububije, e asë në ato uluhije, e asë në ato esma vë sifat. Që e në këtu? Që për të ka zaj pak. Këto për shembull, blecëve të tregaj, asë nuk i ke bon shok Allahot, me thonë se dikush pas Allahot kryan, dikush pas Allahut jep jetë, dikush pas Allahut merr jetë, dikush pas Allahut e udhëheq gjithësien, sikur që thujnë një grup i shijave rafidhi. Ja dhojnë këtu tipare që i përmenda, ja dhojnë Aliut radhiyallahu anhu. Aliu është shok i pejgamberit, dhondri i pejgamberit, hy madhe që ato, por jo me tipare të Zotit. Ai është dhondri i pejgamberit asam, është njëri që pejgamberi ka përgëzu për xhenet duke qenë gjallë. Pejgamberi dhe ai, ka të në gjennet. Por kjo, hajdemës, nuk donë të thot që ka kësi të drejte. Me thonë që Aliu jep jetë, Aliu udhëheq gjithësien. E nëse dikush të qështi, lafe që të ndë shia Rafidi, Tiranit dhe vendeve të tjera, parafërsisht diçka ka posë, me thonë drejten, dhe disa celula kanë qenë edhe në popullatën tonë, po s'pej të rgaj tash në herë tjetër ku të flasë me vishë për shirkën. Dhe nëse njoni shkën fundi hadithit çka tha, nëse unë vjen mu pa unë bo shok, atëherë unë gjonë me falje so du gjëna dhe so zëtu ka krejt. Por me bo me shku me kësi besimi, nuk falë Allahu azza wa jall, se Allahu thanë në Kur'an, inna Allahe la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu s'tfal nëse i ban shok Zotit. A më jashtë në kësaj me i bon shok shirkut, i dhujtaris, jashtë në kësaj Allah e falë kujtë të danë. Dikan e falë me njëherë, dikan më me dënu një kosisht, tani me falë. A më shirku s'ta falë. E nëse shkën të uhid në rububije që përmenda, me qikash, s'të falë. Edhe në uluhije. Qysh në uluhije? Në uluhije i bjen me i dhanë tipare dikuj tjetër pos Allahut, që edhe dikush tjetër pos Allahut duhet mu lut. Lutja i drejtohet veç Allahut. Kjo lutja, si lutje, është në të uhidin uluhije. Po nëse dikush me ndan, sikur që prapë e përmendi sa shia Rafidhi, shia të rëndë janë të në humbje, ata për shembull i drejtohen Husejnit, radiallahu anhu, Husejnë sahabi, nepi pejgamberit kënë regull. I përgzu me xhenet me një hadith, ko pak fjallë për mëndësi, i përgzu me xhenet. Por me gjithatë, nuk kemi të drejt një lut ati. Me ta, Husejn, ma sjell këto. Sikur që edhe kështë ko pak kalon gjurëm, se shijat në tanë duhet në kënë gjurëm. Edhe të shqiptar pak kënë pas lanë, të mërshmi tënë. Le haqia këta i din mesaj, ku i kemë pas një dhe zona, mamati, ku në mësesh një do, astagfirullah. Ishtë përbajnë kështë përsëritje. Vista me ditë për shka po flasë. Kur të ishin oj Fatimja Muhamedit, që në adyrët e gjenetit, këtë lloj doje i drejtohet Allahut, e jo njeriut. Fatimja është shike pejgamberit, ketë në rregull. Është zonja e grave të gjenetit në rregull, nëse e morë me hadithin, muslim me këtë pjesën. Amo, jo me ju lut. Diko shkon i lutet vorrit, shkon të vorrit, o ti filan, babës vetë nështë i lutet. Kërejt këtu ta prishin
ato premtime çka i dha Allahu në hadith kutsi më herët që i përmenda. Së dush gjinohe, së shësyni deri në qelë nash, më kërka falja Allahu dhe mu t'i fali. Në marrë di gjykimit me gjinohe së toka, që sfigova që shkën, por së më ke bon kësilla i shëqërimi t'i fali. Kjo është shirku që e përmenda në fund. Edhe tjetra është që thash në esma o sifat në emrat dhe cilësit e Allahut. Me mendu që edhe dikush si Allahu sheh. Edhe dikush. Mendon dikush që një shehler për qyshit botës atje, ky kon zgudzë me full kur gjo, se ai shehleri numnin. Za ku ti takoni do shehlera, hajt bani vish prova, dhe vish qeni për seri, me bon, thuj diçka keq për shehin ai shehin ashtu në Amerikë krejt, ky këtu thoj diçka keq jo se na nin shehu. Kësi lloj tipari që me të një fund botës i takon Zotit, ama jo hoxhës e jo shehlerit. A bërë në ka, në Shqiptari janë që du. Ka në arhavejcit, ma shumë nëjna. Më rëndësi, i shkoni pasër. Pastaj, mendon që dikush është i fuqishëm si Allahu Azza wa Jall. Kjo është i fuqishëm si Allahu, ka në gjasu. është i ditur si Allahu, ka në gjasu. Din si Allahu, sheh si Allahu, nin si Allahu. Kërejt të dhe të tja së përmenda që amadë cilësi shumë, nëse njën për këtyne 3 pikave që i përmenda, nuk e ke pas që është dosh besimi, atëherë Allahu s'ti fol. E nëse i ke pas në regull që tu, a ditë e tha në fund, edhe nëse unë vjen me gjinohë sot tu ka sozen, ma herë tu përmend, ke kërku falje, këtu fundi hadith të nash me gjinohë sot tu ka sozen, ti fali, ama me kusht, mos me pas që kësi lloj i dhujtarije që përmenda pak më larg, edhe pse vallai përmenda në pikën më të shkurtën që është e mundur, se kjo është e gjatë, na i herë nashta i vjen këtë me fol gjatë për çto 3 pika që ke përmenda atë. Pastaj Allah azza wa jalla neve na nxit që më lut. Se hadithi çka po na nxit më shumë? Lut muni mua. O biri Ademit, nëse ti ban gjunohe, por më lutesh dhe shpreson ti fali gjunohet edhe nëse gjunohet tua mrin kupën e qiellit. Mërin e rat, mërin në qiell. Kështu po thot hadithi. Por hadithi po na nxit për me ju lut Zotit të Madhërisëm për falje. Allahu këto e dën. Allahu në Kur'an tha: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allahu në Kur'an tha dhe Zoti juaj thot: "Jo më lutmuni mua, e unë ju përgjigjem." Por Allahu ka thonë më lutmuni mua, s'ka thonë lutjuni Isës, s'ka thonë lutjuni Muhammedit sallallahu alaihi wasallam si njëri më i miri, s'ka thonë lutjuni Aliut, Husejnit, Hasanit, Dhurrit. Por ka thonë lutmuni mua, e unë ju përgjigjem juve. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. E ata që janë mendje mëdhaj, se hesin qashtë që shpo ju thamone, kanë me hinë gjëhnem të poshtruar. Tha Allahu Azza wa Jall. Allahu vend tjetër tha: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Nëse rab pyesin, a thube, ku muj me gjetë Zotin une, se po du me ju lut Allahut, se ma herët i kem pos do puta, ose do vorët tash që thash, hajde se e kena putin qabe. E latin me natin zonë që kem pas ata në qabe, edhe do një 360 tjerë. Hajde shkujnë atë edhe ju ken lut, ken prej një babakja dhe kurban, para putit. E Allahu tha në Kur'an, e në pyetshin, ku ashtë Allahu se po dune me lut ata? Tha Allah azal, fe inni qarib, unë jam afër juve. Allahu s'ka nevoj, aq është i ditur, s'ka nevoj ti me shku me një vend caktuar për çatje, e çatje po mnin ma mirë Zoti. Po qytu në gjami qytut kujtohet diçka, i lutesh Allahu dhe ai të përgjigjet. Jo këtu në shtëpi, në gjys natës, në terr, në dritë, Allahu Azza wa Jall, s'ka nevoj të hajt hallakoti ta qes çipidin, jo po çu kjo lokacionin me qyt në vend më të veçantë ku po mnika Allahu se këtë s'po mnika. Jo, Allah Azza wa Jall nin gjithkon. Për ta tha, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Kur të më lyp tha robi, mu më ka ofër. Unë i përgjigjem kur ai më thirr mua dhe më lutet. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pra ata le të përgjigjen çka unë po ju tham, tha Allah Azza wa Jall, le të më besojnë në mua, ndoshta me këto ata do të jenë në rrugën e drejtë.
Dhe kjo përpik me thonë drejtën, veç sa fillova ato që desha me vazhdu, na mbeti edhe pak për hadithin e 42-tin që me përfundu pasaj këtë libër. E lutmi Allah të na fal, na mëshiron, lusmi Allahun azza wa jalla xhenet me pejgamberët e na takon, walhamdulillahi rabbil alamin.